Edhe në mes të qershorit, kur qarkullimi automjeteve është rritur ndjeshëm, mbikalimi hekurudhor në Stom Golem, hyrje dalja veriore në qytetin e Shkodrës, vazhdon të jetë pa sinjalistik rrugore dhe pa sistem ndriçimi, çka do të thotë pa masa sigurie për parandalimin e aksidenteve. Prej vitesh, ky segment ndodhet në këtë gjendje dhe nuk është ndërhyr as nga autoriteti rrugor i Veriut me qendër në Shkodër e as nga pushteti vendor për të rikthyer masat e sigurisë. Siç e kemi trajtuar edhe herë të tjera në kronikat e lajmeve të TV1 Channel, ky mbikalim është shumë i rëndësishëm për rrethinat si Bardha, Postrib, Shllak dhe krahinën e Dukagjinit, pasi është pjesë e rrugës kryesore që e lidh këtë zonë me qytetin e Shkodrës dhe Anasjelltas. Përpasoj, qarkullimi në këtë rrugë vijon 24 orë pa ndërprerje. Kjo është një arsye më shumë që ky vendkalim të jetë i pajisur si me sistem ndriçimi, ashtu edhe me sinjalistik rrugore për të garantuar sigurinë e lëvizjes. Gjithashtu, ky segment rruge ka edhe 2 degëzime të tjera që lidhen me mbikalimin, por që paraqesin rrezikshmëri të lartë nëse drejtuesit e mjeteve nuk tregohen të vëmendshëm. Kujtojmë se në 20 vitet e fundit në këtë mbikalim kanë humbur jetën 6 persona në aksidente, një fakt tragjik që tregon sa të domosdoshme janë masat e sigurisë për të parandaluar aksidentet në këtë segment. Por çuditërisht ndon se kjo rrezikshmëri është e njohur prej shumë vitesh, siguria rrugore dhe pjesa dërmuese e elementeve të saj këtu janë shkatruar. Në sezonin turistik veror, qarkullimi automjeteve në këtë rrugë dyfishohet apo edhe trefishohet, duke vijuar deri në Dukagjin, Balbon dhe Shllak. Kjo e bën edhe më të domosdoshme ndërhyrjen e autoritetit rrugor dhe të Bashkisë Shkodër për të rikthyer masat e sigurisë të qarkullimit të automjeteve në këtë mbikalim, me qëllim parandalimin e aksidenteve që rrezikojnë të ndodhin në këto kushte.